Dhe thot Sheikh Uthaymini wal ghuluw yanqasimu ila arba'ati aqsam. Teprimi të kaluarit në ekstrem është 4 lloje. Thot e para, me kalu në ekstrem me tepru në akide, e dyta thot në ibadete, e treta thot muamelat, në raportet të ndërsjellta, tregti jeshi, lejim, dalim e kështu me radhë, dhe katërta thot me tepru në el-ghulu fil adat, në tradita. Thot e para me tepru në akide, çka do me thonë? Ke ghulu ahlul kalam fi sifat, fi sifati hatta adda bihim ila at-tamthil aw at-ta'til. Teprimi I filozofëve në cilësitë Allahut, në akide kanë tepru ata, kanë vogulu, kanë dalë në ekstrem. Disa kanë përgjasua Allahun me krijesat, ehlet tamthil, e disa kanë mohu krejt cilësitë Allahut. Pra nuk kanë qenë mesatar, nuk kanë mund me qëndru në të drejtën, por kanë kalu një ekstrem, tjertë kanë kalu në ekstremi tjetër. Thot Sheikh Uthaymini, lloji I dytë I teprimit është në ibadete, fil ibadat, sikur teprimi I xhavarixhve edhe I murxhive. Për shembull, xhavarixht kanë thënë ai që bën mëkat të madh del prej feje, kanë tepru. Ai që bën mëkat të madh nuk del prej feje. Po I dobësohet imani, e meriton dëshkimin e Allahut ditën e gjykimit, pra ndëshkon ajo çështje tjetër në mëshirën e Allahut. Pra xhavarixht e kanë tepru. Po ashtu dhe mu'tazilet kanë thonë, ai është as andej as kënej, as është musliman, as është kafir. Edhe kjo teprim. Edhe kjo është ekstrem. Dhe ekstremi tjetër është I murxhit, të cilët thonë, ky pavarësisht se ka bërë gjuna, këtij nuk ju ka dobësuar imani, ka imanin e Xhibrilit, ka imanin e Muhamedit, sepse imani nuk ndryshon. Ai që bëhet I musliman, s'dobësohet imani. Pra kjo është, ndërsa el wasatu mesatar është medhebi ehli sunne. Medhebi I ehli sunnetit. Cili është medhebi ehli sunnetit? Ai që bën mëkat, pra është naqisul iman, I paksohet imani, aq sa ka bërë gjunahin. Lloji I tretë është, thotë Sheikh Uthaymini, të tepruarit në muamelat. Çka është tashaddud bi tahrim kulli shay? Për shembull, ata që teprojnë ndalesa, kjo është haram, kjo është haram, kjo është haram. Pra e pash një pikokave të xhavarixhve në trojët shqiptare, thoshte haram është, për shembull, këto pijet pa alkool. Ai nuk është haram. Pra, zero që janë. Mundet me qenë në një vend ku është I ambientum, do me thonë populli që mos me pa një njeri të sunetit duke e përdor, për shembull, ato që janë 0-0. Kjo mundet me qenë e pa pëlqyer atë kuptimin min khawarim el murun, sikur njeriu që është, për shembull, një talibul ilm me pa duke duke hungur në këmbë, nuk është e hishme. Varësisht prej vendit ku jeton, nëse apo ndonjë veprim. Mund futet te këto, por haram me pi 0 për shembull, kjo është teprim, kjo është gulu. Se ato që ka leju Allahu subhanahu wa taala, për shembull Allah përmend që vera është në Kur'an është në xhenet do të pinë verë, por pa alkool. Pra emrat nuk e ndryshojnë realitetin. Apo tjerë kalojnë një ekstrem tjetër, e lejojnë, pra lejojnë një pjesë të kamatës, siç ka në hadith. Prej shenjave të, pra do të vijë një kohë që lejojnë, pra edhe një pjesë të lejojnë kamatën, apo veklat muzikore, muzikën e kështu me radhë. Njeriu duhet pra me qenë mesatar. Pastaj thotë Sheikh Uthaymini al-ghulu fil adat, dhe ekstremizmi që të tepruarit në adete. Wa huwa at-tashaddud fi at-tamassuk bil adat al-qadima. Pra është ekstrem, do me thonë, në ato traditat e mosme të vjetra. Dhe kjo është ma e lehtë inshallah.